unë doja që ta nisja me atë që në fakt e konfirmova, po ti mund t'i bësh edhe një shpjegim tashmë shkencor. A është vendbanimi i linit, zyrtarisht po themi, vendbanimi më i vjetër palafit në të gjithë kontinentin evropian? Tani, aktualisht për ato që janë fatikisht zbuluar në këtë moment, nuk mund të themi se njëkohësisht edhe kolegët e tjerë që merren për periudhën prehistorike mund të bëjnë edhe një zbulim tjetër, por aktualisht analizat që kanë bërë kolegët e Universitetit të Bernës në bashkëpunim me Institutin Arkeologjik, po sidomos Universiteti i Bernës në Zvicër, duke bërë dy lloj analiza. Dendrokronologjin, do me thënë analizën e unazave të drurit, edhe analizën e karbonit C14, ka vërtetuar që ky vendbanim, pra fatikisht uqenit të Orit, ose më mirë nga ana jonë edhe liçeni Pokradecit, ka patur një strukturë palafitësh që aktualisht është nga më të vjetër në periudhën prehistorike të periudhës të neolitikut, nga më të vjetër në kontekstin evropian. Qartë. Po çfarë është një strukturë palafite? Se termi duket goxha po them teknik në kuptimin e ju profesionistëve, po për publikun e gjerë, çfarë është një strukturë palafite? Për publikun e gjerë, për ta bërë një shembull më real, me që sot është diskutuar shumë nëpër media, se është bërë një martesë e famshme në Itali, në Venecia, ne kemi një nga strukturat më moderne palafite, që është pikërisht Venecia. Venecia në fakt është një strukturë palafite që qëndron mbi trunjët. Ato trunjë që ju shikoni, në periudhën e neolitikut, por ne kemi edhe dëshmitë nga burimet historike të antikitetit, sidomos për zonën e Epirit, që kanë akoma ekzistuar, sepse edhe në Italinë e kemi shumë të përhapur. Çka ka ndodhur? Po flasim këtu edhe para 8000 vjetë, shumë vite më përpara 8000, 6000 vjetë, komunitetet kur dalin nga ato që janë shpella, fillojnë edhe lëvizin, krijojnë komunitetet e tyre, fillojnë edhe banojnë afër fatikisht liçenve, duke krijuar shtylla, ato që shikojmë ne për drurë, që sipër krijohet një strukturë banese, siç është shtëpia karakteristike, po edhe ajo për drurë. Edhe banojnë për këto vende, jo më shumë sa 30, 300-400 banor, plus minus, mos i merrni këto datas të tamam minutë saktësisht, fillojnë krijojnë në afër fatikisht liçenve, sepse kanë edhe ujërin, fillojnë edhe punojnë edhe tokën, fillojnë krijojnë edhe komunitetet e para, lidhje tregtare, kanë edhe zhvillimet e tyre, sepse kanë faza të ndryshme, edhe në linë ne do arrit kolegët, sidomos, do arrit të kuptojnë cilat kanë qenë fazat e linit, do me thënë, vendbanimi i parë deri ku ka vazhduar ky vendbanim, por duhet bëjmë një, po themi një vretje, nuk është e vetme strukturë palafite që ne kemi në kontekstin e Shqipërisë. Aktualisht, më i vjetër që ne kishim ishte Maliqi. Se ne kemi Maliqin, Dunovacin, Suvjanën, i kemi faktikisht strukturat do dokumentuar që janë bërë analiza me karbonin C14 që kanë vërtetuar që ishin më të vjetër në kontekstin e Shqipërisë, janë tamam struktura palafite që kanë patur një zhvillim jo vetë për periudhën e neolitikut, ajo që ne themi faktikisht periudha gurit, por edhe në periudhën e bronzit, që do arri pastaj të krijojë ajo që quhet etnosi i lirë, komunitetet i lirë. Në fakt, unë këtu doja që të ndalesha, dhe ti në fakt më dole në shteg. Cila është rëndësia e këtij zbulimi të jashtëzakonshëm arkeologjik, do të thoja, për Shqipërinë? A është ky një zbulim arkeologjik i shkëputur nga etnosi i lirë, sepse Qartazi është shumë më herët në kohë, apo ka një lidhje me etnosin e lirë? Pra, si mund ta përkthejmë tash në raport me prejardhjen e shqiptarëve, apo nuk mundemi ta përkthejmë? Aktualisht, të kemi parasysh që gjithë kontekstin arkeologjik që gjitha këto zbulimet janë të rëndësishëm, sepse na ndihmojnë për të kuptuar më qartë historinë, por edhe se si ka jetuar njeriu, si janë krijuar komunitetet. Kjo për ne pse është e rëndësishëm? Sepse për zonën e Linit, për liçenin e Oprit, për liçenin e Pogradecit, nuk është i vetmi vendbanim, se po studiohet i gjithë liçeni për të parë tamam fazat e zhvillimit. Ato që keni vëre në gërnimet ku janë zbuluar palafitet, ato që kanë ngelur të palafiteve trunjtë, kanë edhe stresat gjeologjike ose stresat arkeologjike që na ndihmojnë për të kuptuar më thellë se cilat janë fazat historike që ky vendbanim
ka patur një zhvillim, ka arritur deri në periudhën e bronzit, ka lidhje, deri tamam kur është krijuar edhe Edhosi i Lirë, por është shumë i rëndësishëm për kontestin tonë sepse kuptojmë edhe si janë krijuar komunitetet e parë që pastaj në vazhdimsi, në shekull, do arrin të krijojnë, sidomos në periudhën e bronzit, ajo që do quhet Edhosi i Lirë, realiteti i lirë. Por do jenë qeramika që janë faktikisht zbuluar që do na ndihmojnë për të kuptuar cili është ky komunitet edhe cili lidhet me gjithë kulturat, kur themi kulturat, ato komunitetet në asaj periudhe që kanë gjëra të përbashkët. Edhe shumë e rëndësishme sepse na faktikisht vërteton edhe na tregon që kjo zonë ka patur lidhje kulturore edhe me realitetet e tjera, lidhje tregtare, edhe ka qenë një zonë e vetë banuar që ka patur një rëndësi të jashtëzakonshme në atë periudhë ku fillojnë më në fund qytetrimet, fillojnë edhe krijojnë komunitetet e parë. Po kur flasim për qytetrimet, mos mendoni për qytetrimet e periudhës bronzit edhe periudhës antikitetit. Janë akoma komunitete që lidhen, krijojnë rregullat e tyre, po jemi akoma në periudhën e hegurit, ku ne shpeshherë nuk kemi dokumentime të shkruara, duhet të bazohemi konkretisht tek zbulimet arkeologjike. Pra, bëhet fjalë gjithmonë për periudhën e neolitikut, të gurit të ri po flasim. Pra, 8500 vite përpara 8500 vite nga tani apo përpara lindjes Krishtit? Tani, që të jemi më qartë, zakonisht thuhet këto janë midis 6000, 4800 para Krishtit, që i bie nga ana joni bie 8000. Po, edhe 6000, po. Duhet i merrni gjithmonë si data që janë shumë të gjëra, po janë thjesht analizat që na kanë ndihmuar për të vërtetuar që kjo është periudha, në këtë periudhë janë vërtet zhvilluar. Pastaj edhe zbulimet qeramika sidomos do na japin një qartësi më të qartë cilat kanë qenë fazat e palafiteve të linit, kur kanë filluar edhe kur kanë mbaruar si ndërtesë edhe si strukturë. Po fakti që të paktën deri tani ky është vendbanimi më i vjetër palafit në Evropë, tregon diçka në lidhje me zhvillimin e qytetërimeve të hershme, po themi në zonën e Ballkanit, apo është rastësisht sepse bie fjala nesër mund zbulohet një vendbanim palafit diku në Francë, po ja fuskot që është edhe më i vjetër. Pra, është thjesht besoj çështje e rastësisë arkeologjike të zbulimit apo ka një lidhje me qytetërimin në zonën e Ballkanit? Jo, ka shumë lidhje me qytetërimin e Ballkanit, sepse në këtë moment, në periudhën e neolitikut, ne fillojmë edhe lidhim ku janë edhe zbulimet e tjera, lidhjet kulturore në kontekstin arkeologjik, do me thënë lidhjet tregtare, kur shikojmë po të njëjtën qeramikë, fillojmë që krijojnë komunitete të cilat kanë qenë edhe lëvizje të komuniteteve, edhe si ka qenë zona e linit edhe gjithë faktikisht të liçenit Progadecis, që nuk ka qenë siç e shikojmë sot. Ka qenë krejtësisht ndryshe, liçeni mund të qenë edhe më i zgjerë, edhe më i ulët në përfaza të ndryshme. Po është shumë e rëndësishme sepse ne këtu fillojmë edhe kuptojmë se si kanë filluar të krijojnë komunitetet e para. Ato që pastaj në periudhën e bronzit do fillojnë të jenë më të qartë edhe më të identifikueshëm derisa në vendin tonë marrin emrin të kulturës së lirë ose tamam. Në këtë periudhë, pra 8000 vjet nga tani po flas, nuk mund të flasim ende qartësisht për Ilir ose për Helen ose për Dor ose për nuk e di, domethënë për çfarë popullsisht mund të flasim apo është ende një periudhë e errët po themi e historisë kjo? Jo, nuk është akoma një periudhë e errët sepse ne këtu përmendim shumë simbase eneve që janë faktikisht zbuluar për të identifikuar komunitetet, por nuk mund të flasim atë do jenë fiset Ilire, fiset Elene, fiset Mikenasit, fiset Dorët. Përkundazi, nuk mund t'i përmendim dot sepse nuk janë formuar, nuk është. Këto janë antenatët të po themi pasardhët e tyre shumë vite, shumë shekull më përpara që pastaj do arrin të krijojnë këto lloj komunitete. Po është shumë e rëndësishme. Këtë gjë ta kemi që gjithë parasysh. Tani bëjmë edhe një hap tjetër. Kur ne flasim për Mikenasit, Dorët, për këto lloj realitete, zakonisht zonja perale të tyre, po flasim për periudhën e bronzit, për periudhën e bronzit, po. Këtu edhe para 4500 vite më përpara, në 2500 para Krishtit, 1000 zakonisht edhe Mikenasit, edhe Dorët që do vinë basë,
ajo që ne kemi më qartë se këta zbresin nga për këto zonat qendrore, po themi të Ballkanit që i përkasin realitetit shqiptar. Shqipëria e Kosova zbresin më poshtë në për zonat që sot janë të Hepirit, derisa pastaj për rastin e Mikenesave edhe Dorëve, qendrën e tyre më të rëndësishëm do ta kenë te Peloponezi. Se do të keni parasysh një gjë në vendin tonë, këto zbulime janë shumë të rëndësishëm, por pasuria arkeologjike që ka Shqipëria në nën tokën nuk është e gërmuar e gjithë. Po t'japim 1%, merrni me pinca, si më thënë, ne duhet të flasim për nga një shkallë që fillon nga 0 deri 100, mbase po t'jemi shumë optimist, kemi arritur te 20%. Se ka shumë fatikisht problematike, mungesa fondeve. Një pyetje tjetër që mund ta lini është shumë bukur këtu e linit puna që po bëjnë kolegët që po bën edhe kolegu i institutit, po Universiteti Shqiptar si ka mundësi që nuk jepen këto lloj mundësi. Se po flasim për studentë, për ardhmen e Shqipërisë, për studimet, për kontestin kërkimor, për rinin që të ketë një të ardhmen, për nxënës që diplomohen, do jetë shumë e rëndësishëm që ne fillojmë të kemi brenda edhe universitetet, sidomos fondet, edhe këto e linjit mos jetë një rast që japin vëmendjen tani që është shumë e rëndësishëm, pastaj vitin tjetër e harrojmë që të gjithë. Unë në fakt këtu doja të ndalesha. Domethënë cili është roli, po themi, i kolegëve arkeolog zviceran dhe Institutit të Bernës në këtë zbulim, por edhe në zbulime të tjera, duke qenë se ti përmende me shumë të drejtë ndoshta mungesën e fondeve dhe të kapaciteteve kërkimore në këtë kontekst. Tani, Universiteti i Bernës, si gjithë universitetet e huaja, ka një rëndësi të jashtëzakonshme, sepse ata jo vetëm marrin pjesë të një projekti të Komitetit Evropian, në kuptimin një projekti i gjerë, plus janë edhe fondet, edhe studimet, sepse ta i lidhin edhe në për kontestin e zbulimeve të periudhës prehistorike në gjithë kontestin e Europian, se Zvicra ka edhe liqent, ka edhe palafitët, i ka edhe sidomos Italia. Nga ana tjetër, kur është problematika shqiptare që ta kemi që gjithë qartë, kur flitet për institutin, është shumë i rëndësishëm, sepse ky është një projekt në bashkëpunim. Mos harroni këtë gjë, është bashkëpunim, domethënë. Pikërisht prandaj pyeta. Ka një projekt të tyre Berna, instituti ka projektin e tij në bashkëpunim për zonën e linit, për zbulime, do bëjnë konferenca. Tani ku është realiteti kur ne flasim se do lindë edhe pyetja, Universiteti Shqiptar si kanë mundësi që ku janë gërmimet, se një nga problematikat e madhe është edhe mungesa e fondeve, lekëve, për ta thënë më bukur. E dyta është edhe fakti, unë këtë po themi edhe shembullin tim personal, që kështu kemi edhe më qartë. Unë merrem në një studim që nuk është përdos prehistorike, unë merrem më shumë për periudhën klasike, ato që quhen periudhat helenistike ose periudhat fatikisht romake. Periudha e qytetërimit i lirë, po ma shembullin tim konkret, unë merrem me studimin vetë fatikisht të një qytetit i pa dokumentuar, i pa gërmuar, i cili nga shenjat, ka fotografia ajrore që është përdorur edhe për linin, fotografia e sateliteve për të parë shenjat, rastin tim ma kanë ndihmuar për të identifikuar prezencën e amfiteatrit dytë në territorin e Shqipërisë. Kur flasim për amfiteatrin, kemi parasysh amfiteatrin e Durrësit, por me shumë mundësi ne mund të kemi 2 amfiteatra me gjithë një qytet që përkasin minimalisht periudhës ilire edhe deri në periudhën romake, por kush është ky qytet, se më bëre kurioz, mos më lërë me kaq suspans, të lutem. Jo, aktualisht ne jemi në fazat që po përpiqemi të kemi realisht një mbështetje konkrete, që mund të jetë me vërtet një zbulim jashtëzakonshëm për kontestin e Shqipërisë, sepse flasim brenda për një realitet që është i rëndësishëm për Ilirët, që është Fisi i Taulantëve, edhe kuptojmë më në fund si fillon zhvillimi i Fisit të Taulantëve deri si arrin në periudhën romake. Por ky qytet aktualisht e kemi përmendur si qytet i humbur, sepse kanë disa hipoteza që mund të jetë emri i tij, por shpresa më e madhe se po e them prapë, para një javë tani isha në Prevez, edhe prezantova edhe një pjesë të studimit për bazë student grek nga Amerika edhe nga Kanadaja në bashkëpunim me kolegët, edhe duke folur për këtë edhe vetë ata ishin shumë të interesuar, të kesh shenjat e amfiteatrit dytë në Shqipëri, që deri sot kemi vetëm Durrësin. Domethënë një studim shumë e madhe, të kesh një qytet me shumë mundësi, lagjet e tyre, forumin, banesat, tempulli, se ka edhe tempull, ka edhe një tempull që mund ta ndikojë për të kuptuar tamam cilët janë
edhe cila ishte edhe përcetimi i perëndive në kontekstin nuk do ma zbulosh pak a shumë zonën ku ndodhet. Zona, mirë, mos e thuaj me saktësi, po me përafërsi, domethënë, me përafërsi. Kjo lidhet edhe me temën e studimit që është fatikisht tani unë zonën saktësisht nuk po e përmend, por fisi taulanteve dihet se ku është përhapur, po flasim për zonën e Durrësit. Por edhe mund të ketë tamam, jo mund të ketë, me shumë mundësi është një nga zbunimet më të rëndësishëm. Fisi taulante në fakt është në gjithë muzejqen kam përshtypjen, nga duke përfshirë dhe Durrësin. Patjetër, përkundrazi, po themi nga Lezhë deri poshtë në Apollonia, dhe ka qenë një nga realitetet më të rëndësishëm në kontekstin e Ilirisë. Aq i rëndësishëm se ishte aftë të ndërhynte, të vendoste mbret në Epir, të ndërhynte politikisht në skenën politike e Maqedonisë të lashtë, jo Maqedonisë moderne, edhe të kishte marrëdhënie tregtare ekonomike jo vetëm me Athinën, por edhe me Sirakuzën, derisa jep mundësi Sirakuzët të themeloj koloninë në veri të Ilirisë, që sot i bie zona e Dalmacisë, zona e Kroacisë. Po, për të ardhur edhe shembull personal që kanë përmendur. Shpeshherë kush është mungesa kryesore, janë fonde, edhe mbështetja që institucionet shqiptare duhet t'i bëjnë edhe studiusëve të ri, sepse ne këtu ndigjojmë gjithmonë universitete uja, që është shumë e rëndësishëm, por të rinjtë, unë, edhe studentët e mi që kemi me vërtet dëshirë, shpeshherë pengesa parë na vjen vetë nga institucionet shqiptare. Që nuk është vetëm lidhja për mungesë fonde, janë edhe për autorizime, që shpeshherë janë xhelozi, duke sigur Shqipëria është ndarë nëpër zona, sikur po pret edhe ik interesa. Por për rastin e Elinit unë shpresoj edhe mendoj që do jetë një rast se Elini nuk ka vetëm këtë lloj palafitë, mos harroni ka edhe qytetin e Elinit, ka një mozaik shumë të bukur të periudhës paleolitike kristiane, ka zonën e Pogradecit që duhet edhe të studiohet, që ka faza historike që fillojnë që nga periudha ilire deri fatikisht në mesjet, por mos përmend periudhën osmane. Prandaj zona e liçenit Pogradecit duke filluar nga Lini, nga filloi mundësi, nga filloi palafit që është nga më të vjetër, një nga banimet më të rëndësishëm që fillojnë krijojnë komunitetin edhe për ne, është shumë e rëndësishëm, duhet të vlerësoj edhe zonat e tjera, po t'japi mundësi edhe universitetet shqiptare që të jenë prezent, jo thjesht me një profesor, po tamam edhe me studentët, sepse është flitet për të ardhmen e Shqipërisë.